Dashi, shqetësimi juaj për të tjerët është mjaft fisnik, por sigurohuni që të mos dalë jashtë kontrollit. Keni tendencë të përfshiheni aq shumë në dramat e të tjerëve sa të humbni nga syt problemet tuaja që duhen trajtuar në kohë. Demi, tani është koha të kujdeseni për të gjitha detajet që i keni injoruar kohët e fundit. Ky është shansi juaj i madh për të vendosur pikat mbi it tuaja. Syri juaj për detaje është shumë më i mpret se zakonisht. Dilni nga ret dhe bashkohuni me të tjerët në planetin Tokë. Binjakët, motivet dhe planet tuaja do të vijnë në pikë pyetje, prandaj sigurohuni që t'i keni përgjigjet gati. Është e rëndësishme të jeni të organizuar mirë dhe ka shumë të ngjarë që të jeni. Energjia e ditës po lehtëson nevojën tuaj për të bërë një listë gjatë dhe për t'u përmbajtur asaj. Gaforia. Ngjarjet sinkronike do t'ju ndodhin gjatë gjithë ditës, do të keni në mendje një person specifik dhe papritmas ai person ju telefonon. Ky person ju ka kontaktuar për një arsye, dëgjojeni me kujdes mençurinë e tij ose të saj. Luani. Njerëzit janë nervozë dhe të pamatur, mos u kap nga kjo energji negative. Sa më shumë ta ushqesh zjarin me thashë themet dhe gjykimet e tua, aq më keq do të jesh. Duhet ta thyesh ciklin me një qëndrim të sigurt dhe pozitiv. Virgjëresha, jeni në një pozicion të mirë për të qenë në gjendje që të kuptosh të dyja anët e një ekuacioni të vështirë, e kupton pamjen e përgjithshme dhe je në gjendje të kuptosh detajet më të vogla. Të dyja çështjet do të jenë tema kryesore, prandaj sigurohu që je në krye të gjërave. Peshorja, puna juaj është pjesë e rëndësishme e jetës suaj, por keni kujdes, keni tendencën të kushtoni shumë zemër dhe shpirt asaj. Të jesh i punësuar nuk do të thotë që duhet të sakrifikosh veten për të mirën e punëdhënësve tuaj. Akrepi, një vepër e mirë që keni bërë për dikë tjetër do t'ju sjellë një shpërblim të madh sot. Është e mundur që ky person të bëjë diçka të dobishme për ju. Është gjithashtu e mundur që ky nder të vijë nga dikush krejtësisht i palidhur me të. Shigjetari, je shumë i vetëdijshëm për mjedisin përreth, mund të mësosh shumë thjesht duke qenë i vëmendshëm ndaj botës përreth teje. Informacioni mund të vijë nga vendet më të papritura, e tëra çfarë duhet të bësh është të shikosh përreth dhe të vëzhgosh. Dëgjo të tjerët. Britsjapi. Lëre ditën të të çojë aty ku dëshiron, në vend që të ndihesh sikur duhet të kontrollosh çdo lëvizje që bën. Do të ndjekësh rrugën e duhur nëse i përballon goditjet. Në fillim mund të duket si diçka e huaj, por përpiqu të qëndrosh mendje hapur. Ujori. Nëse keni dyshime për një çështje të caktuar, bëni disa kërkime, vizitoni bibliotekën tuaj lokale dhe rinovoni kartën tuaj të bibliotekës. Kërkoni libra referimi dhe pyetni përreth për burime lokale që mund të jenë të dobishme në kërkimin tuaj për këtë njohuri të veçantë. Peshqit. Hidhni një sy njerëzve përreth jush dhe pyetni veten se si po ndikojnë tek ju dhe zgjedhjet tuaja. Tendenca juaj është të bini në një ritëm që njerëzit e tjerë kanë krijuar. Pyesni veten nëse doni të përfundoni si ata me të cilët shoqëroheni.